Egon. Na e bëre golin fund se më ndryshove totalisht. Domethënë ishi mirë deri tani, ta mbyllim bukur. Nuk lihet kjo temë për në fund me 10 minuta. Na e futet zonjën Xhulani tash ajo me të drejtën e saj. Se duhet, domethënë, aty patjetër që ka demokrat, për t'i dhënë një përgjigje zonjë Xhulali, patjetër që ka demokrat me qytetarë që mund të jenë edhe mbështetës të Partisë Demokratike, po dalin si qytetarë të thjeshtë dhe kjo duhet theksuar. Dhe unë kam bindjen, edhe nga sa kam lexuar. Unë këtë thash, Egon, nuk thash gjë tjetër, nuk thash që është proteste PD-s, thash është protestë qytetare. Partia Demokratike e ka mbështetur. Në momentin që aty erdhën disa figura nga PD-ja në ditët e para të protestës, aty filloi përplasja, edhe presioni nga grupet e PD-s për të imponuar parullat edhe thirrjet. Dhe kjo u nda me spa të madhe që nuk do të ketë imponim në parulla edhe në thirrje edhe në qëndrime. Domethënë, ai slogani Rama në burg, Berisha në burg, ai ishi pa diskutueshëm. Më duket se është gjëja më e qartë në mënyrën se si menaxhohet megafoni aty për të parë që unë kam bindjen edhe nga sa kam lexuar edhe demokratë thjesht të status e Facebooku, pavarësisht se ata nuk e shajnë dot Berishën, haptazi ata janë qartazi të zhgënjur edhe nga mënyra se si opozita ka funksionuar. Është e qartë kjo gjë, duket. Pra ca gjëra duhet i ndajmë. Dhe në gjykimin tënd në çfarë ka hyrë protesta për ta mbyllur? Partisë Demokratike aty unë, përveç dashamirësisë që mund të kenë demokratët që e mbështesin si njerëz të thjeshtë dhe kanë të gjithë të drejtin që ta bëjnë këtë gjë. Siç mund të jenë të marrit nga ana tjetër që vinë si njerëz të thjeshtë. Po ti thua është antisistem, dhe unë po them që nuk është antisistem, ata njerëz aty. Qartazi dhe pastërtisht antisistem. Ma shpjego çfarë do thotë antisistem. Antisistem do të thotë që personat kryesorë të cilët kanë qenë përgjegjës për vendimarrjet e mëdha në 36 vite të këtij sistemi janë të skualifikuar. 2008. Janë të skualifikuar automatikisht. Kjo nuk quhet antisistem. Tan kundër 2008-s që më fal. Antisistem do të thotë që ti nuk je dakord me të gjithë sistemin demokratik që ti ke. Dikush më ka bërë një pyetje, po mirë, ndonjë deputet i shkreti PD-s ande nga fundi që si ja dim as emrin, a ka përgjegjësi në të gjithë këtë rrëmuj të madhe që ka nisur nga 2008 e këtej? Po sigurisht që jo, sepse ai nuk është vendimarrës i niveleve të larta në të gjithë këtë zullum që ka ndodhur këtu. Pra është kupola e madhe politike dhe ata që e mbështesin këtë kupolë të madhe politike të partive kryesore. Çfarë ka hyrë protesta në gjykimin tënd? Ti që je shef në afër. Pra ti sot je në kushtet e një regjimi dhe shkon tek 2008-a. Ti ke patur rotacion politik në këtë vend, apo jo? Në 2013 na kishe rotacion politik, që erdhi normal, njerëzit shkuan, votuan dhe ndryshoi qeveria. Dhe kjo nuk mund të kthehet në një lëvizje antisistem. Po ai t'ia themi atyre të rinjve edhe këtyre që protestojnë atje. Nuk erdhi normal, erdhi se Ilir Metës, unë do ja thoja vetëm një gjë. Dëgjoj, ta mbylli Egoni fjalën e vet, se s'ka më kohë. Si çfarë zgjedhësh? Erdhi se ju tek Ilir Metës për të bërë aleancë me Rama. Mbrapa në kohë, ta mbylli pak Egoni se e kam të kaluar me 5 minuta. Unë do doja të flisja si protestues, jo si komentator dashamirës, si protestuese dhe si folës. Prandaj të lash për në fund. Në atë protest dhe duke i pritur gjitha komente dashamirëse dhe mbështetëse për protestën pa diskutim. Ka qarkulluar, dhe do flas si protestues tani, ka qarkulluar në disa media një lajm këto ditët e fundit që mundet... Mund të shtyhet për në tetor. Jo, nuk do shtyhet për, ajo nuk diskutohet fare që nuk do shtyhet, do vazhdoj, s'ka as plazh, as finale botrori, as to harrojni. Nuk ndalet kjo Erla. Nuk ndalet. Okej. Ka qarkulluar një lajm në disa portale minore, ndoshta, sikur Spaku mundet që ta ketë çuar kërkesën e dytë për arrestimin e Belinda Ballukut, por nuk është bërë publike. Nuk e di, është lajm i pa verifikuar. Ka çuar gjë me sa se po ta çojë bën vetë publike gjykata ato, nuk na lë neve ta aludojmë akavajt. Tani Gazbardhi ka dalë dhe ka folur të njëjtën ditë kur unë e kam marrë këtë informacion. O dhe sigurisht ai s'ka thënë që ai ka presionin e vet ndaj drejtësisë, në kuptimin që pse s'po lëvizni, është e kuptueshme. Edhe Oert Bylykbashi i ka bërë sërish të njëjtën pyetje kreut të Spakut për të çuar kërkesën e dytë. Po ku do të dalësh me këtë? Po. Kjo është temra Akilit. Nuk e di nëse ka vajt apo jo kërkesa, po unë do doja ta mbyllja me një pyetje. Tani, dhe për të ardhur dhe te pyetja e madhe që bëjnë cinikët, që po si do ta rrëzoni Ramën ju? Domethënë si rrëzohet se mekanizmi është institucional dhe parlamentar. Në kushtet e presionit ndërkombëtar që Gjermania, unë e kam paralajmëruar 3 ditë përpara se Gjermania ta bënte hapur. Dhe në kushtet nëse eventualisht Spaku e çon një kërkesë, e zëm se nuk e ka çuar dhe e çon dhe bëhet publike, se protokollohet dhe bëhet publike. Pyetja ime është, a i ka Edi Rama pas çimit të kësaj kërkese 82 deputet ende? Apo mund të ikin disa, thua ti? Kjo është pyetja me cilën unë dua ta mbyll. Ta shohim tani. Kur të vi kërkesa e dytë, a i ka 82 deputet? Ta shohim. E kuptova, po s'po elaboroj më tutje dhe pse e kemi bërë në emisione tjera. Po patjetër, për të folur më gjatë për protestën. Egon, shumë faleminderit.
Po i ka thoni ju. Okej, i ka thot ambasadori. Ambasador, shumë faleminderit që ishi sot me mua. Ilda, të falenderoj shumë. Ralf, shumë faleminderit. Bashkë takohemi nesër. Natën e mirë.